Që në fillim kemi informuar opinionin se negociatat ose bisedimet me VMRO-DPMN kemi ndarë në 3 fazë. Faza e parë është definimi harmonizimi i platformës, pastaj harmonizimi i parimeve të bashkëqeverisjes dhe ndarja e resoreve. Për momentin po zhvillohen bisedimet në 2 fazat e para, asaj të harmonizimit platformës dhe harmonizimit parimeve të bashkëqeverisjes. Nuk kemi filluar ende fazën e tretë të çështjeve kadrovike ose përcaktimit ndarjes resoreve, ashtu që dua të shfrytëzoj këtë mundësi edhe ti demantoj të gjitha ato informacione në për media ose në për portalet ndryshme sa i takon ndarjeve konkrete të resoreve apo emrave konkret se janë të pa bazë, pa vërteta, për shkak se ne ende nuk kemi arritur në fazën e tretë të çështjeve kadrovike ose ndarjes resoreve. Ne kemi spjeguar hollësisht në komunikatën e ditës diell se jemi përcaktuar që në këtë 6 muaj të parë të kësaj qeverisje, bashkëqeverisja të jetë tematike ose të ketë një pikë të rendit të ditës, ajo është deblokimi i integrimeve ose integrimi në NATO dhe në BE. Kemi një mundësi historike që në shtator të bëhemi pjesë e NATO-s. Kjo mundësi natyrisht se nuk është 100%, por 100% do të jetë jo nëse BDI nuk do të jetë pjesë e institucioneve. Ne nuk mund të rrezikojmë këtë mundësi historike që ka Maqedonia, një rezultat i përpjekjeve të pafund BDI-s në 7 vitet e fundit për deblokuar integrimet, ashtu që i kemi dhënë një shans këtij procesi deri në shtator, në samitin e NATO-s dhe deri në raportin e Bashkimit Evropian për ecurinë. Pastaj në bazë të komunikatës të përbashkët shifet se të dy partitë do rishqyrtojnë pozicionet e veta varësisht prej epilogut të këtyre 2 ngjarjeve. Shifni, për ne prioritet para se gjithash është integrimi i vendit në NATO. Kemi treguar arsyet pse, për shkak se ky është bazamenti i çdo përpjekje tjetër që mund të kemi për avansimin e çështjeve tona, është të sigurojmë të ardhmen e qytetarëve, ta bë bashkë me Shqipërinë, bashkë me vendet tjera të rajonit, ta bëjmë Maqedoninë pjesë e civilizimit perëndimor e ombrellës së sigurisë që e ofron NATO, duke pas parasysh të gjitha lëvizjet gjeostrategjike që po ndodhin në botë kohëve të fundit. Për ne është prioritet kryesor Maqedoninë dhe shqiptarët e Maqedonisë t'i renditim në rendin atje ku ata takojnë. Ashtu që gjitha kompromiset në drejtim të integrimit të NATO-s ne jemi të gatshëm t'i bëjmë.